Jetën ja kushtoi atë dheut dhe idealit të lirisë. Shaban Luma mbart kujtimet e sakrificës dhe dhimbjen për shokët e rënë në front. Rrëfimi i tij nuk është vetëm histori personale, por dëshmi e një brezi që dha shumë për lirinë që ne e gëzojmë sot. Unë jam shumë e nderuar që sot kam përballë veteranin dhe invalidin e OÇK-s Shaban Luma. Shaban, faleminderit shumë që pranove me nda rrëfimin tënd me neve sot. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, apo më tregojmë fillimisht çfarë moshe ke qenë edhe qysh e more vendimin për me u kyç në OÇK? Edhe njëherë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj për ftesën. Evokimi apo tregimi i ngjarjeve të luftës për mua është një ndjerë, është një privilegj, po besoj i secilit pjesëtar të ushtrisë lejmëtare që i ka përjetuar ato ditët e lavdisë, ditët e ushtrisë lejmëtare, secili prej nesh që i takojmë atij brezi, atyre djemve të ri që i kanë rrok karmë me i dalë Zot vendit dha dheut, sepse te fundja askush nuk ka luftu për qëllime personale, po përvesoj qëllimet tona ka qenë çlirimi i vendit, liria e Kosovës, liria e ndërtimit i shtetit tonë, gjë që fal sakrificës së shumë djemve që kanë rënë nëpër fushë beteja. Sot ne e gëzojmë lirinë, Kosova është shtet, është republikë, dhe po besoj që kjo është merit e brezave dhe djemve më të mirë këtij vendi që kanë dhënë jetën për liri. Padyshim. Po tash nëse kthehesh pak në kohë, domethënë që ato ditë, që të pyeta kur e ke marrë atë vendimin, çat ka shty? Nashta më na e përshkru pak atë situatën që po si çdo i ri, domethënë pas viteve 90, ato lëvizjet paqësorë, nëse më thonë, në krye me presidentin Ibrahim Rugova, dhe ka ngjall interes të secili qytetar, domethënë ka lind ideja se edhe shteti jonë, edhe populli jonë, shqiptarët në përgjithësi ta kenë lirinë aq shumë të kërkuar ndër breza, sepse përpjekjet tona për lirinë nuk datojnë vetëm me ushtrinë shlemtare të Kosovës, ato datojnë qysh breza më radh, dekada më radh të mëhershme, dhe erdhi ai moment që një pjesë ideatorëve të cilët e kanë formuar ushtrinë shlemtare të Kosovës, tashmë nisën shkëndijët e para qoftë në fshatin Jabllanic, në fshatin nëpër Drenic, apo edhe në fshatra të tjera ndeqan saktësisht në Glogjan. Dhe po besoj si çdo i ri edhe unë i takoj atyre përpjekjeve që si të angazhohem, si të kyqem dhe si të gjej hapësina që në një farforme ku të grupohen dhe të fillojnë ato përpjekje për t'i rrok karmët dhe... Domethënë, ju keni qenë student, qysh? Po, në vitin 1997, domethënë me fillimin e protestave studentore, kam qenë pjesë atyre lëvizjeve studentore, dhe me lëvizjet studentore pastaj krahas pothuajse doli në skenë edhe ushtria shqiptare e Kosovës, dhe tashmë zhvillimi apo ndjekja studimeve ishte e pamundshme për shkak të shumë rrethonave të ndryshme, tash veç u fut Kosova në gjendje lufte, dhe menjëherë unë jam zhvendos nga Prishtina, jam ardhur në lokalitetin saktësisht këtu në Ndushkaje, më saktë në fshatin Cermian, ku edhe aty është formu shtabi lokal, dhe në shtabin lokal kemi pas në atë zinxhirin komandues me gjitha ato kapacitetet e tona, që në një farforme jemi mundu pak t'i përshtatemi luftës, t'i kemi ato njësit, pikat brojtuse, pikat komanduese, në një farforme ta kemi edhe hapsinën ose vijen frontale, në të cilën e ka kriju shtabi lokal i Cermionit, dhe në një farforme në koordinim edhe me shtabin operativ të Dugagjinit, në këtë rast që e koncentru në këtu në Jabllanic, po edhe në Glogjan, sepse komanda ka qenë njërë zinxhirore një farforme, tash ajo që fara ka qenë, dhe prej kësaj perspektive po them që jemi mundu që ta bëjmë një farë, po mendoj hierarkie ushtarake, nëse më u shpreh kështu, dhe po besoj deri në një mos kemi funksionu kundër për t'i bërë ballë armikut, në këtë rast ushtrisë dhe policisë serbe. Tash, a i kujton ato aksionet e para, luftimet e para në cilat ke marrë pjesë?
Fillimisht ju them të vërtetën, ndoshta edhe kapacitetet tona me furnizim me org ka qenë kogja të mangëta, nëse më thonë kështu, për shkak se nuk kemi pas shumë fillimisht në fillimet e para, po them, nuk kanë qenë të armatosur një pjesë e madhe ushtarëve në shtabin lokal, jo vetëm në Cermjan, po e kam fjalën në përgjithësi, ka pas mungesë të armatimeve, por sido që tjetë ne kemi pas shumë role të ndryshme që kemi kryer brenda shtabit, qofshin ato kujdestari, qofshin istikame në forma të ndryshme, por që frontin e para kujtoj kur në krye me shtabin e Jabllanicës, nëse nuk gaboj, edhe në tërësi shtabet, edhe shtabet lokale, janë dakordu që të sulmohet postbloku që koni i koncentruar atje në fshatin Kramovik, dhe ajo është via frontit, ndërsa Cermjani përballë kësaj situate, edhe Cermjani ka formuar, ka pa detyra dhe përgjegjësitë e veta atje që se si duhet i qaset në momentet e caktuara kur sulmohet postbloku. Postbloku fillimisht o sulmu, nëse nuk gaboj, ka qenë ngarkuar si komandant shtabit kralonit Gani Shabani, pastaj gjithë shtu Ismet Kelmendi nga fshati Rakovin, Ibrahim Shala nga fshati Cermjan, nga fshati Kramovik, nuk e kam qartë kush ka qenë i ngarkuar që të sulmohet, po kështu kanë qenë përgjithësit, dhe pastaj fronti i Cermjanit ka fillu, kur dikur nëse sulmi ndaj postblokut, nëse nuk gaboj, ka qenë 14 qershori, dhe pas këtij sulmi, dikur ora 4 e mëngjesit, pas këtij sulmi dikur forcat serbe prej Gjakovës janë ka ora 8:30, dhe Cermjani ka gjenë përgatitur në djemtë të Cermjanit, po ndihmë të djemëve të Cermjanit kanë ardhur edhe fshatat për rreth, kuptohet, dhe aty është zhvillu. Ka ndodhur përballje. Aty atëherë është zhvilluar betejë, janë disa të plagosur, pastaj aty edhe shënohet si betejë që është një farforme në distancë jo të largë me forcat serbe. Është zhvillu goxha në afërsi. Po, se distanca, nëse nuk gaboj, ka qenë nashta 150 metra, jo ma largë. Do me thonë, sepse ato mjetet e blinduar kanë ardhur prej Gjakovës në për asfaltin kryesor që të përshkon rruga për Prishtinë, dhe ndërsa ushtria shkrimtare djemë tonë kanë qenë të pozicionuar, ose po fusë dhe vetën aty, kemi qenë vije gjatë që ka përshkruat vijë frontale, dhe po me thonjë distanca nuk ka qenë ma shumë se 150 metra, 200. Kështu ka vazhdu fronti asoj. Nëse mund dhe me ndërprej pa këto, tash në këtë përballje që po e cek edhe vetë që ka qenë goxha në afërsi, nëse mundesh me bo një krahasim pak me armatim për shembull, çush ka qenë armiku edhe jo. Se e thënë fillim që keni pas mungesë me e gjetë, sa kanë qenë ata ma të përgatitur prej armatimit. Po e qartë, kur flasim armatimin e krahasueshëm ose sa ka qenë e dallueshme ushtria shkrimtare me forcat serbe, po besoj që ajo dallon nota me ditë. Po e bëjnë një krahasim kështu se djemtë dhe vajzat e ushtrisë shkrimtare, pjesëtarët e ushtrisë shkrimtare, ma shumë e kanë pas vullnetin, guximin, gatishmërinë, mu sakrifiku për vendin. Se sa që kanë pas në dispozicion, unë personalisht, sa herë që jam shku në front, vërtet ju them, jam shku me plumat në mumë. është dashur të kujdeset për shumë arsye tjera, por është dashur të kujdeset se sa po harxhon edhe municion, sepse ndoshta pala e kundërt këtë rast forcat serbe, ndoshta me harxhu pa kufi, kanë pas armatim të pafundëm edhe të paharxhueshëm hiç. Kështu që edhe kjo pjesë thash unë po e përmbledh me një fjalë që po është dashur të jemi të kujdesshëm se qysh po gjujmë, në shka po... Ka qenë veç morali fort, realisht që ju ka shtit për ndryshe. E vërtet është. Po matutje, betejë tjera, ndoshta, ose... Po nalëm prap të shtabi lokal, para se kaloj kalim, si për arsye se për kësaj perspektive, po thëmë me folë për ngjarje lufte, për pjesën atyre ditëve
është e pamundshme ti përmbledhim rreth 2 orë ose 3, sepse po besoj ka pas momente të jashtëzakonshme dhe ndoshta na duhet një kohë gjatë të evokojmë ose edhe të shtjellojmë saktësisht, por po besoj që është moment tjetër i rëndësishëm, sepse unë harrova edhe një detaj tjetër se diku në Cermian vija e parë frontale në mes të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave ushtarake serbe, në mes të ushtri ka ndodhur diku, nëse nuk gaboj, data 24 prill të Suka e Cermianit, që kanë marrë pjesë një pjesë e madhe të djemve të Cermianit, por nuk po përjashtoj se në atë betejë kanë marrë pjesë edhe fshatra për rreth. Kështu që nuk po du me him me emra, për arsye se vërtet po ju him në hak edhe pjesëtarëve tjerë, dhe ndoshta... Po është edhe njerëzore, mos na i kujtu na herë të gjitha emrat. Po kuptueshme është, mirë është që të veçohet dikush, por që thash një pjesë e madhe të djemve të Cermianit kanë marrë pjesë në atë front, në ato luftime ushtarake, gjë që aty forcat serbe kanë përdorur gjithë artillerinë, e rënd madje kanë përdorur edhe helikopter. Ajo ditë shënohet si betejë e parë frontale në mes të ushtrisë serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ka dalë e fituar si betejë apo? Tash e fituar do me thonë sepse helikopteri kuptohet kapacitetet të tona ushtarake dhe në meramatim. Ndoshta kemi bo përpjekje me ato armë çfarë kemi pas. Me ato mundësi që keni pas, kemi shtinë drejtim tyne, po edhe prej distancë, do me thonë, dihet artillerinë e rënd çfarë kanë posedu forcat serbe. Ne kemi bë ato që është dashur të bëhet, fundit atë ditë gjithë ditën është luftu, dhe po atë ditë nuk i kemi lëshu pozicionet, ushtria çlirimtare prap ka vazhdu t'i mbajë ato vija frontale çfarë i ka pas, deri në një kohë, do me thonë, deri në kohën e ofensivave, deri në momentin që forcat serbe, dikun nëse nuk gaboj, është gushti që ushtria dhe policia serbe kanë ndërmarrë ofenzivë në këto pjesë, dushkajës, nëse më me thonë, por gjithmonë po flas me kompetencë për këtë pjesë, sepse nuk e di saktësisht për luftimet e rajoneve tjera. Sido që tjetë, rajoni Dushkajës quhet dhe djemtë e Dushkajës quhen për kraje, për mbështetjen e luftës, e kanë tregu me shumë djemë që kanë rënë nëpër vijat frontit, edhe sot ata djemë janë themeli këtij shteti, themeli kësaj lirie që ne gjithë e gëzojmë. Atëherë pas betejës së 14 qershorit është po dhe ishte imediate, ishte që vërtet gatishmëria e djemve me rrok armët ishte shumë e madhe, por mundësia me armatos gjithë ishte shumë e vogël dhe kapacitetet tona nuk ishin që aq numër që kërkojshin me u armatos nuk kishte armë, dhe ishte nevoja çdo herë që gjenden hapësina, po më furnizu gjenden hapësina që të shkohet në drejtim Shqipërisë dhe atje duhet të shkojnë një grup sa më i madh dhe në mënyrë domethënë të vazhdueshme, jo vetëm të njëhershme, të vazhdueshme, domethënë ashtu çu shoqëri ke mundësia shtapeve lokale në këtë rast secilit fshat, dhe në dha mundësia që unë të isha pjesa atij karboni që të shkohet edhe të shkojnë në drejtim Shqipërisë me armatos, shkum dikun rreth, nëse nuk gaboj, dikun 60 djemë trit nga Cermiani në drejtim Shqipërisë, dhe atje arritëm pas një rrugë gjatë, në gjithë jemi ndjeni të asaj vështirësie të madhe që e kanë konfiguracioni bjeshve të nemra që është vërtet tepër shumë terren i thyshëm, dhe arritëm atje, pastaj ishin disa ditë pritje që deri të furnizum, dhe në atë momente ne dikun ka mesi kurrikit, nëse nuk gaboj, kemi marrë rrugën për në Kosovë, dhe nëse nuk gaboj, bashkë me neve kanë qenë edhe herojt, sot janë herojt Kosovës, Bedri Shala, Bekim Berisha dhe Fadil Limani. Pas kësaj nisje, dikun nëse nuk gaboj, kemi qenë në total 1200-300 ushtarë, po patëm rënë prita,
dhe një pjesë e madhe ushtarëve Keni rënë prita gjatë rrugës? Gjatë rrugës, po, për me kalu kufirin, se gjithë ai numër i madh i ushtarëve ishin të armatosur, dikush kish për shembull 4-5 granata, dikush i kish predha, tankot, dikush i kish 2-3 armë, qoftë një personale, po edhe 2 për shtabe lokale, nevojat ushtarëve këtu që u paraqitën nevoja për të armatosur, dhe kështu që pas kalimit sa asaj vije kufitare, ram disa herë në prita dhe një pjesë e madhe ushtarëve u detyruan të kthehen prapë në Shqipëni, për shkak që s'patëm mujt të vërtojmë dhe patëm hasa edhe në për fushat minume, edhe në për prita. Kjo është gjatë kthimit? Gjatë kthimit, po ta dhe të e marrë parasysh edhe ngarkesën? Edhe ngarkesa shumë e madhe, po besoj që secili ushtar ngarkesën cilën e ka pas minimum nër 30 kila nuk ka qenë ngarkesa cilën është dashur ta bartë. Në rrugë malore me një ngarkesë? Me një ngarkesë jashtëzakonisht shumë të madhe, ki parasysh edhe terreni që ka qenë shumë i thyshem edhe pritat eventuale që është Bubaki në kont të pozicionuar në momente ku ti nuk e ke prit. Po kushtet e tjera, për shembull gjatë këtij rrugtime, se ka pas në intervista tjera, në fakt sa kam dëgjuar për rrugtimet përveç krejt rreziqeve dhe ngarkesave, sa jeni kont përgatitur edhe me ushqim edhe kjo pjesë neve... Edhe ajo ka ndiku, besoj. Edhe ajo pjesë unë e di tash edhe sepse askush ne e dim, po flasim hapur, i dim edhe kapacitetet e shtetit shqiptar, sa ka qenë i përgatitur në atë kohë, po mendoj vështirësitë tona kanë hasë në forma të ndryshme, edhe në furnizim me armatim, edhe ajo ka qenë vështirësi në vete, po edhe kjo pjesa tjetër me ushqime veshmbathje, edhe kjo ka qenë vështirësi, por vetëm dëshira madhe për liri, vetëm vullneti madh për të arritur qëllimin ato që kemi kërku vite me radhë dhe gjitha kanë qenë të tejkalueshme dhe të përballueshme. Në këtë rast thash kjo pjesa kur ne patëm rënë prit dhe mo ishe pamundshme ne u bë një farë barigadimi, një farë mbyllje hermetike e kufinit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, tashmo ishte në mënyrë të organizuar, sepse ka pas momente ku në mënyrë të organizuar me qindra ushtarë të për një hershëm kanë depërtu qoftë andaj kufin, qoftë këtej, qoftë për me shku më furnizu, ose qoftë duke qenë furnizu dhe kanë hyrë mbrenda në Kosovë. Po besoj tashmo, po besoj që prej korrikit, nëse nuk gaboj, prej mesit korrikit, ajo mundësi ka qenë e mbyllur dhe tashmo është dashur gjenden hapësira, shtigje shumë të reja, po edhe me numër shumë të vogël të ushtarëve që eventualisht nëse është gjetë ai mundësi për me depërtu. Dhe mua personalisht me një grup ushtarëve, sepse një grup pati arritë të depërtojnë edhe pas shumë vështirësive, kanë arritë futen në Kosovë, dhe një grup tjetër prej 600 ushtarëve s'kemi arritur të futen brenda territorit Kosovës, dhe kështu që për një kohë kemi qëndru ashtu që kemi mujt, disa kanë depërtuar nëpër grupet vogla të futen brenda në Kosovë. Dhe mu personalisht kam qëndru në Shqipëni për rreth 2 muaj, deri ka fundi, ose më me thonë fundi i gushtit ose fillimi i shtatorit, ndërsa edhe në atë pjesën kufitare, po i përmendej disa emra, kanë qenë shoqni të Jashar Saliut, Nasim Haradinajt, ka qenë Ibrahim Dreshaj, ka qenë Skender Krasniqi, e shumë djemë tjerë që kemi qenë një farë lloj logjistike që kryeshin ata, që më thonë për t'ju qëndru ushtarëve në çfarë do forme ofër, ose me qenë edhe si pikë orientuese se ka do të shkuaj nëse eventualisht vinë ushtarë nga vicet të ndryshme të Kosovës. Dhe po besoj kështu që është pa e arsyeshme, për shkak që unë gjithmonë po flas për shtabin e zonës operative të Dugaxhinit, dhe gjithmonë ishin në koordinim ose në kontakt këta njerëz që unë i përmenda, Nasim Haradinaj, Jashar Salia, Ibrahim Dresha, Skender Krasniqi, Menofken Besniku ka qenë dikush aty, nuk po më kujtohet emri sakt. Janë edhe shumë të tjerë dhe
Dhe gjithmonë kërkesa e komandantit të zonës operative të Dugagjinit kanë qenë që duhet gjindën hapësira dhe shtigjese për furnizim me armë, për arsye se nëse eventualisht nuk furnizohet me armë, edhe mundësia për me mbajt frontet ka qenë më e vështirë. Dhe është po pas ofenzivave, nëse nuk gaboj fundi i gustit dhe fillimi i shtatorit, unë së bashku me një grup prej 6 ushtarës kemi arrit depërtojmë, unë personalisht kisha 2 armë për shtab dhe armën time personale, edhe kuptohet edhe fishek të armës time, po edhe për shtabin lokal. Pastaj kemi edhe kështu edhe ushtarë tjerë, 6 ushtarë tjerë që ishim me ngarkesa të ngjajshme. Patëm arrit pas një rrugtimi të gjatë, më thonë të jashtëzakonshëm dikun një 5 ditë kemi bo prej Vlanës atje Hasit, nëse nuk gaboj, kemi arrit, do më thonë, duke në për zonat jashtëzakonshme të vështira, edhe duke përballuar hapësinat ku ishin më të përshtatshme për neve me depërtu, dhe pas një jave, më thonë këtu, u gjindan shtabin e Javllanicës, sepse realisht me thonë kishin ra gjitha shtabet lokale në për Dugagjin, dhe me thonë këtu unë pa të mendu se ka me gjithë shumë ushtarë, ushtëria shkrimtare, ka me konë një grupe i madhe njerëzve, po kur ka marrë për mund ka qenë befasi, për arsye se vërtet edhe ushtria shkrimtare nuk kishte përkaluar në periudhën e mirë, kishte kaluar disa periudha të jashtëzakonshme të vështira edhe ballafaqim me shumë fronte, dhe një farforme ishte të kurrur, dhe kur erdha këtu e pash që ushtria shkrimtare në krye me komandantin e zonës operative Ramush Haradinaj e kishte një grup ushtarësh prej rreth 40 ushtarëve, gjë që për mua ishte pamundshme, tu e po pozicionet e forcave serbe, jo shumë larg nga këtu pozicionet që i kishim të koncentruar këtu në Javllanicë. Unë vërtet u gjinda shumë i befasum, po edhe njëkohësisht shumë entuziazmum nga forca që ne komandanti i zonës operative Ramush Haradinaj. Dhe në këtë pjesë pastaj edhe pse grupi shumë i vogël i ushtarëve, menjëherë komandanti i zonës operative caktoi këtë detyrat, se kuptohet se ne me atë kapacitet ushtarësh nuk mundshim ti me mbrojtje të brijat e frontit ose ballafaqimi me forcat serbe, por paktën momenti i parë dhe rrëfimi më emocionues është që sepse qëndrimi me komandantin ndoshta mundësia ishte pak më e madhe se ne rreth 14 vite rrethi më i ngushtë, mundësia për me kena kujtim të veçantë diçka. Po edhe më kujtohet që më ka rrëfy personalisht momenti i parë kur kam zbarku në Javllanicë, tha menjëherë kam kërkuar ushtarëve ku e kam flamurin. Ku e kam flamurin edhe menjëherë në drejtim tash nga kjo saktësisht nga një pjesë afër këtu e shihet moja sukës së Cermionit. Edhe ka dhënë urdhën që në drejtim të mojës sukës së Cermionit me ma vendos flamurin që le ta dinë forcat serbe se unë jam këtu. Kjo është moment që ndoshta vetëm një komandant si Ramush Haradinaj e ka këtë guxim, e ka këtë trimni, e ka këtë vigilencë. Ka dashur të tregu që ku jam hajde. Po, edhe po mendoj, po gradualisht ushtria shqiptare e Kosovës, sikur se e përmenda, vazhdimisht kanë ardhur grupe prej Shqipërisë, jo në mënyrë të organizuar, sikur se e përmenda para ofenzivës, se korrikit atje, por që vazhdimisht pa shkputur kanë ardhur ndihmë, edhe do me thonë me ardhjen e forcave tona, me armatime, me numër ushtarësh, nisëm të zgjanu edhe hapësirat tona ushtria shqiptare e Kosovës. Fillimisht zona e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë fshati Javllanicë, pastaj ka qenë fshati Bardhaneq, fshati Zhebel i Ri, Zhebel Plak thirret, dhe këto kanë qenë ato hapësira ku ka gravajtu ushtria shqiptare e Kosovës, po me ardhen e djemve të ri, vajzave, do me thonë ushtria shqiptare ka shku të e shtrirë në vetë edhe në për fshatrat tjera. Dhe pastaj një pjesë tjetër është, nëse nuk gaboj, dikun ka tetori, ka qenë edhe marrëveshja Richard Hotbrook Milošević
për futjen e OSBE-s në Kosovë dhe pastaj marrëveshja atyre që një pjesë e forcave serbe duhet largohej nga frontet e luftës dhe të koncentrohej nëpër qytete e tjera. Dhe këtë rast shumë mirë shfrytëzoi ushtria çlirimtare e Kosovës, paktën po flas për zonën operative të Dugaxhinit, ku një grup ushtarësh, sepse në atë periudhë kur po flas, ndoshta kemi qenë diku një 150, nëse nuk gaboj, ose 200, edhe një pjesë e këtyre ushtarëve në krye me Daut Haradinajin pa të dhënë urdhën, në koordinim kuptohet me komandantin e zonës operative të Dugaxhinit, që të shtrirën tonë edhe në fshatrat e Deçanit. Dhe me njëherë jemi vendosur në fshatin Glloxhan, atje me një grup ushtarësh, dikon rreth 30-40, saktësisht, aty dikun kanë qenë numri ushtarës dhe aty atëherë kemi me njëherë kemi zhvillu operacionin tonë ushtarak, me njëherë ndërtimin e istikameve, vinë frontalet tonën se ku është zonë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pas kësaj ushtria çlirimtare e Kosovës nisi të vi edhe armatim pak më i sofistikum, gjë që për neve ishte një ndihmë shumë e madhe. Mund të përmendi disa snajperka që kanë qenë të kalibrit të madh, dhe që kanë arritë edhe t'i ndalin edhe mjetet e blinduara, pastaj ka qenë një mjet tjetër os u quajke, edhe ato domethënë kanë qenë shumë ndihmë e madhe për neve, domethënë që na kanë ndihmuar shumë nëpër luftime, nëpër pozicione të cilat kur jemi ballafaqur me forcat serbe. Pa të nis nëpër frontet e luftës, nëpër pjesë e ushtrisë çlirimtare ka nisi tjetë edhe armatimi, siç e përmenda, më i sofistikum, dhe kjo ka qenë ndihmë shumë e jashtëzakonshme për neve. Dhe vërtet pas këtyre ngjarjeve unë si ushtar që u patagjin në mesin e djemve me të jashtëzakonshme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një grup i madh i atyre djemve që unë po ata rastin t'i njoh për së afërmi, një djemve të Glloxhanit, djemve të fshatra përreth, po në përgjithësi po flas kështu djemve të komunës së Deçanit, kanë qenë djem të jashtëzakonshëm, djem që e kanë dëshmuar veten nëpër frontet e luftës, sepse një pjesë e madhe e tyre nuk janë më në mesin tonë. Sot emrat e tyre shkruhen me gërma të arta, sepse janë themeli i këtij shteti, janë themeli i lirisë tonë, dhe falë këtyre djemve, falë gjakut derdhën për liri, sot ne jemi këtu të lirë dhe flasim, evokojmë për ata djem. Lavdi për gjithë ata që kanë rënë. Tash po shoh që je emocionuar pak. A ki ndaj rast veçantë nashta që e ke përjetuar rënien e ndaj shokut në fushë betejë ose? Po ka plot momente që kom pas rastin, po mendoj t'jam t'i njoh për sa për me edhe djem, po edhe t'i njoh edhe rrëmjen e tyre. Qëndrimi jo në Glloxhan, nuk e di, e ki parasysh fshati Glloxhan, konfiguracioni i atij fshati është terren shumë i papërshtatshëm për arenë luftime, për shkak se është një farforme, është pamja ose ndërtimi i pozicioneve atij fshati është pak e pamundshme nëse ti ballafaqohesh me forcat madhe, sikur se ka qenë rasti me forcat serbe, dhe në një farforme ne jemi gjin dikun ka dhjetori përballë kësaj situate, sepse kemi qenë të rrethuar në të gjitha pozicionet dhe vendimi i komandantit, atëherë po flas Dautit, ka marrë vendim që ndoshta jam shumë i bindur që ndoshta edhe sukseset tona do të arriteshin deri në një farmose, po besoj që edhe humbjet ndoshta do të ishin shumë të mëdha nga ona jon, dhe në një farforme në momentet caktuara ka dhënë urdhën që të tërhiqemi. Jemi tërhiq pas disa
të shtenave sporadike, nëse më me thonë nga ona atyre dhe nga ona jonë, po gjithmonë e kemi lypë hapësinë që të lëvizim nga aty dhe të agjojmë një moment ose një hapësinë që është shumë e përshtatshme dhe pas këtij momenti ne kemi gjetë një fshat që është arenë shumë e përshtatshme për luftimin, është fshati Ratish, janë 2 Ratish, Ratishi i poshtëm dhe Ratishi i epërm, dhe me njerë po atë natë që jemi zhvendos, nëse flas kështu dikun ka fundi dhjetorit, jemi zhvendos fshatin e Ratishit dhe aty me njerë kemi fillu ndërtimin e pozicioneve, ashtu sikurse e kemi pas në traditën e ushtrisë lehmtare të Kosovës dhe secilës ushtri që është, domethënë me njerë ti formoj istikamet e veta dhe kështu në këtë farforme ushtria shlimtare tashmo kishim arrit një stat tjetër për arsye se edhe kishim bën një lloj përvoje, ishim kalit në një farforme lufta me kohë e kish kalit ushtria shlimtare dhe djemtë asoj ushtrie dhe po besoj unë e kisha fatin sikurse e përmend edhe pore që t'jem në mesin atyre djemve ndoshta më të fortë, ndër më të fortit të ushtrisë shlimtare të Kosovës, po flas gjithmonë po flas për zonën operative të Dugaxhinit dhe për mu kanë qenë një nder dhe privilegj të jem në krahun e tyre dhe kësaj po në fshatin e Ratish dikun nëse nuk gaboj me 7 ose me 9 janar të vitit 1999 forcat serbe patën vendos që në një farforme neve që ishim të përgatitur, kishim ndërtu istikamet aq mirë sa që ishte e pamundshme vetëm nëse eventualisht granatimi do të vite pingull, se në kundërtën me çfarë do armatimi, me çfarë do artillerie, nëse eventualisht na sulmonin, nuk kishte shans me depërtu në pozicionet tona. Po, prapse asnjëherë nuk muj me thonë që o kone pa mundshme me ndalë në qëfar do variante i forcat serbe, se dihet kapacitetet, dihet armatimi sa të përgatitjen ka qenë dhe kështu që por, ne i bom gjitha ato përgatitje që të ballafaqohem me këtë vijë frontale dhe t'ju them të vërtetën, është momenti i datës 7 ose 9 janar, edhe ishim të përgatitur që forcat serbe nëse sot, nesër do të vinë, do të ballafaqohen me sulmin e tyre, dhe ajo pjesë në Ratish tepër ka qenë si komandant pike, ka qenë Adem Haxhocaj, është i fshatit Deçan atje, dhe unë t'ju them të vërtetën, me Ademin e kisha prej ditëve të para edhe në Shqipni, po edhe në Kosovë Kokomardhi më koni pandashëm me to dhe në një farforme e formuan pikën e Ratishit tepër më atje. Ademi ishte komandant dhe komandant pike, kuptohet, ndërsa unë isha si zëvendës komandant, edhe pse isha një djalë i ri, por mundësitë tona o dushit është dashur me marrë përgjegjësi. O dashur me marrë përgjegjësi dhe atë përgjegjësi e kishim marrë unë Adem Haxhocaj dhe në një farforme në qatë momentin po flas për datën 7 janar, aty o gjendë në përballë asaj situate, qëndrum, se ajo pika Adem Haxhocaj që ishim aty, ishim dikon një 15 djem. Nuk ishte ma shumë, po mëndoj, ushtar cilët do të ambolonim atë pikë, dhe i kishim marrë gjitha përgatitje që t'i presim në një moment caktuar forcat serbe aty ku kishim vendos. Pas orës 2 të mesit ditës, u pasë zakonisht ishim mësu që forcat serbe gjithmonë sulmonin paradite. Do me thonë, herët në mëngjes, po jo nuk ishim mësu që ndimën të acarë shumë ftoftë. Edhe pas dite të sulmojmë ishte për neve e pakapshme. Dhe po tu në gjitë përballë këti momenti, një farforme ndoshta lëshimi jonë ishte, dhe komandanti vendosi, tha një pjesë e madhe ushtarëve, po shkojmë, po ushqejmë, po e kryjmë racionin e rrodhës të bukës, dhe më dha urdhën që unë edhe që Luka thrim në pozicione. Edhe unë e miratova urdhën e tina, po befasisht që Luka ka qenë shok i pandashëm me Zev Gjokën. Janë 2 të fshatit Dashinac, dhe
në përballë të gjinë, duke gjinë përballë kësaj situate, u shtym për disa momente unë dhe Zef Gjoka, se Zefi me komgullje kishtë qef me najt me qelen. Sepse edhe ashtu ishin shok të pandashëm edhe në përditshmërinë e tyre, edhe në shkollë, edhe në... Ka dosh me najt në pozicion, mos me shku kanë desh me najt bashkarisht me ta dhe ashtu ishin shok. Edhe pas disa shtymjeve, komandanti murdhnoi, tha, edhe ashtu nuk pritet rrezik, kështu që lej këta dy letrinë. Sa herë e kujtoj këtë moment, është i përballueshëm për mu, sepse çdo herë më vjen i frest ajo ngjarje, ai emocion, edhe çfarë ndodhi? Pas disa momente, veç sa kemi mbrojnë në shtab, atje ku kishim vend qëndrimin ne si grup i ushtarëve, edhe o gjendem përballë atyre krizmave dhe forcat serbe juron befasisht. Edhe Qela dhe Zefi, dytë ranë në frontin e lirisë, në frontin e Ratishit tepër. Po, duke unë gjendur përballë kësaj situate, se tash nuk e kishim qartë se ka kanë avancuar forcat serbe. A kanë përshkruar rrugën se aty thirret kryqi Dashinocit, edhe nuk e dishim rrugën, a kanë mësy kënej ka Ratishi e jepën, kishim në pozicionet, fati i joni mirë, ishin se forcat serbe kishin destinacionin të koncentrohen në pozicionohen në fshatin Dashinoc atje, dhe nuk e kishin marrë drejtimin ka na i kishim istikomet, sepse na përpara istikomeve tona kishim avancu, që në një farforme t'ju nxojmë prit forcave serbe, por fati mirë jonë dhe detyrimisht, prapse nuk e dishim se çka ka ndodhur. Edhe u detyruam të marrim atë guxim, edhe pse nuk e dishim atë në vjet. Keni dëgjuar veç tonat, po nuk e dishim se ku, edhe e kishim frikë se mos eventualisht në pozicionin tona tashin pozicionuar forcat serbe dhe mund të absojmë ndoshta edhe më keq. Dhe kur shkum, domethënë forcat serbe veç kishin vazhdu tutje, ishin koncentruar edhe përballë pozicioneve tona, po kishin vazhdu edhe brenda në fshatin Dashinoc atje. Dhe pastaj kjo pjesë është historinë vetë. Është arenë luftimeve që unë e kujtoj, ndoshta shokët po më thojnë në 7 ditë, unë e kujtoj që kanë qenë 9 ditë, sido që tjetë plus minus 7 ditë, 9 ditë nuk është dallim i madh, dhe është një prej fronteve me të jashtëzakonshme, është një prej fronteve që asnjëherë nuk më largohet prej mendjes, prej kujtesës time, dhe besoj që edhe prej bashkëluftëtarëve të mi, sepse po atë ditë t'jeni të binë në pozicionit çfarë ne kemi pas distancën mes të forcave tona dhe forcave serbe, ka qenë jo më shumë se 70 metra. 70 në 70 deri 100 metra. Dhe ju tashmë janë veç 13 ushtarë me 2 tronë. Po se na 15-16 ushtarë kemi qenë, po në fakt komandanti Daud Radini ka gjitha pozicionet që kanë qenë pozicionet edhe që i thuajmë na vija që derdhet Bistrica derdhet në Radoniq, aty kanë qenë ka fshati Jerzniq dhe kanë qenë 2-3 pika, domethënë ka komandanti Daud Radini ka pas edhe ushtarë tjerë që në kanë ndarë ndihmë dhe automatikisht me njëherë posa ka fillu fronti, me njëherë ka qenë prezent komandanti Daudi aty me pjesën më të madhe elitare e ushtarëve tina që na ka dalë ndihmë dhe pastaj unë si e përmenda, kjo është historinë vete, kjo është një prej betejave më të lavdishme të ushtrisë lehimtare të Kosovës. Thash më herët kur e përmenda që aq mirë kemë ndërtuar istikomet dhe pozicionet tona në Ratish tepër, vetëm nëse eventualisht granata kishte më pingull, se për ndryshe nuk kishte dhe ka ndodhur, domethënë vazhdimisht ndoshta me qindra granata na kanë rënë 2-3 metra, po asnjë keqës na ka ndodhur në ato momente. Por kuptohet se në ditë luftime pastaj kanë pas shumë plagosur, po fatmirësisht vramë nuk kemë pas përveç atyre dyve, domethënë fillim, po pjesa tjetër, shumë plagosur kemi pas, po
po ajo betejë shënohet. Qysh ka ndiku të ushtarët e tjerë, për shembull rrahmja e dy shokëve, qysh ka ndiku në atë moralin, që më thonë, ato momente kur e keni pa, kur e keni marrë vesh që kanë ra? Rrahmja e secilit në ushtar, po them për atë pjesë, për atë periudhë kohore, normalisht që është shumë e prekshme dhe shumë e ndihshme, edhe emocionalisht, edhe kur e ki parasysh se gjatë gjithë kohës ke qëndru me të afër, edhe për një moment nuk e ki mo, ka qenë moment i dhimshëm, emocionus, po gjithsesi na gjithë kemi qenë vetëdijshëm se çka na pret. Gjithë kemi përgatitur se e ka pas fatin në atë moment tjetë dëshmor qela dhe uka, po nuk e kemi ditë rastin matutje se kush do ta ketë fatin, sikur se e kanë pas fatin edhe shumë djemë që sot shënohen në listën e gjatë të djemëve të lirisë, djemëve që kanë rënë në përfush betejë dhe në përfronte të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe po besoj që kjo luftë është për mu personalisht, po besoj, si që edhe përmenda pare, do ta kujtojnë si një prej fronteve, një prej betejave më të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, për shkak se forcat serbe na kanë sulmu me gjitha llojet e granatimeve. Me gjitha kapacitetet çfarë i kanë pas, na kanë sulmu dhe për 9 ditë ne për asnjë milimetër nuk i kemi lëshu frontin e Ratishit. Tepër kjo e tregon moralin, e tregon sakrificën e djemve tonë, e tregon besa edhe kalitjen, sepse me fitimin e atyre përvojave të mëdha çfarë patën fitu djemë tonë, domethënë ishin gjendje me përballu shumë fronte, secilin front ishin gjendje me përballu, sikur se e kemi përballu këtë frontin e Ratishit tepër. Por ngjarje kam ndoshta për momente nuk e më kujtohen. Po ka momente që gjatë këtij fronti mund të evokoj për shembull ditën e fundit të asaj betejë, për arsye se mes këtyre ditëve shumë jetë të blinduara ju patën prish forcave serbe. Në një farë forme kishin filluar negociatat përmes OSBE-s, forcat policore dhe ushtarake serbe të Deçanit i kishin kërkuar misionit verifikues atëherë OSBE-s që të lirojnë komandantin e zonës operative, të lirojnë prej frontit Ratishit tepër të marrin ato mjetet blindura që u kanë mjetë në front. Përgjigjja komandantit zonës operative të Dugagjinit ka qenë po, mund t'i tërheqni, po vetëm nëse eventualisht mund të vinë me mjete bartëse civile, doken jo me mjete ushtarake. Nëse eventualisht bëhet tentimi që ato mjete ushtarake të bartën me mjete tjera ushtarake, vetëm me përgjigjen do ta keni me armë. Edhe kështu që ne nuk ju patëm lënë hapësinë deri në moment, ndërsa nëse nuk gaboj, tash na gjithë jemi të vetëdijshëm për kapacitetet e tyre ushtarake dhe patën marrë vendim në atë kohë, po flas në Deçan siç na është thonë dhe siç unë e kujtoj, na është thonë që kanë vendosur që me gjitha kapacitetet ushtarake, komandantat e njësive përkatëse të ushtarake, që ditën konkrete, ato që është zhvilluar dita e 7 apo e 9 e asaj beteje, është vendosur që me çdo kush duhet të rriqen ato mjete o luftarake të cilat kanë mjetë nëpër vit frontit. Dhe dita e 15 janarit është shënohet edhe fundi asaj beteje dhe njëkohësisht më kujton sepse po atë ditë ka ndodhur edhe masakra e Reçakut në Reçak dhe më kujtohet dita e 15 janarit herët në mëngjes kam rri komandanti i zonës operative të Dugagjinit. E kam citu edhe në një televizion tjetër, po e citoj prap dhe kuptohet që dialogu kuptohet që ka qenë në mes të komandantit Ramush Haradinaj dhe komandantit tonë të njësisë, atëherë sepse ala nuk kanë konformu batalionet apo brigadat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas kësaj betejë atëherë nuk është vanu shumë edhe informu edhe brigadat po edhe batalionet. Dhe në këtë pjesë
më kujtohet në dritën e muzgun e mëngjesit, nëse më me thonë kështu, edhe filloi komunikimi, po unë si kurështar, më interesoi që me di se shka po i thot edhe çfarë urdhne po jep komandanti i zonës operative Dugagjinit Ramushi, edhe po i thot Dautit. Sepse po e një edhe emocionalisht. Daut, sot kime pas dosën të modë. Kime rezistu, aq sa është e mundshme me rezistu. Po më smi qatë jam dëmë. Tërhiqo. Edhe, po... Kur ka folë për sulmet më dha, Ramushi ka cilësu si dasëm. Po, e sakt. Edhe në ka përshëndet se cilin për nesh, se cilin për ushtarëve, dhe pa ditë se si do të kaloj ajo ditë e frontit. Edhe tjeni të bindur, ajo ditë ka qenë vetëm djemë të ushtrisht liemtarët të Kosovës kanë ditë se si të përballojnë dhe si të qasën asaj lufte. Tjeni të bindur rreth 5 herë i kemi kthy në disa metra tanket e ushtrisë dhe policisë serbe. Dhe me thonë, në kanë afru dhe fort, i kemi punu, i kemi largu. Dhe me thonë, i kemi zbraps për deri në ora 5 ose 17 në mbrome, i kemi arrit të përballojmë në atë front dhe besashto dhe këtu edhe mungesa e furnizimit me armatime e tjera, plagos janë plagos shumë djema ditë, dhe kjo ka bo që detyrimisht në fund jemi detyruar që të tërhiqem për rreth 200 metra. Absolutisht jo më shumë, jemi tërhiq. Me njëherë komandanti Dauti ka dhënë urdhën që të formohet me njëherë vija frontit tjetër, nëse eventualisht na mësyn prap do të ballafaqohem me ta, por ata nuk ishin të interesuar ma me vazhdu luftën aty, ishin të interesuar sepse kishin marrë urdhën që me çdo kush duhet të tërhiqin ato mjetet e blinduara të cilët kishin rënë në fushë minune, të cilët e kishin minu djemë të ushtrisë liemtarë të Kosovës. Kam prap për këtë ditë evokim në ngjarje sepse përball atij fronti ne e kemi pas një mal me lisa të gjatë dhe t'jeni të bindur për shkak të shtenave në 2 drejtimet. Mali ka qenë rrafsh. Nuk mundesh me imagjinu se kështu dikush ka pështu. Aq shumë ka qenë arenë luftësimesh edhe po luftime ashtë ta shpresa edhe natyra vetë është. Vetë ka të dheke se sa qysh është e mundshme. T'ju thëmë të vërtetën, ka pas momente kur në kanë ardhë edhe djemë njerës fshatrave me na vizitu pas ati fronti. Beso me lëtë në sy. Unë personalisht i kom pa. Edhe veç jom mjarë, tha mi pa, a ka pështu dikush i gjallë në këtë front. Se, do më thonë, qaq mjete, blindura, artilleri që kanë pa në drejtim toni që në kanë mësy, po, kur ju të regojsha që po, kemi pas disa të plagosur, vetëm 2 të ranë, do me thonë atër që të thash në përfasisht, që në patën në përfasisht, disa të plagosur, kemi pas më shumë se 10-15 plagosur, po jo humbje jetë, dhe kjo është fati mirë jonë, dhe pas këti fronti thash sepse ndoshta nuk bëj gabim që flas për Dautin, sepse jo me këtë thuhet një fjallë urtë popullore një sa 100 sa një, edhe këtë rol sa herë që Dautin e kom pas prezent në për vitë frontit, më ka do këse janë 1000 ushtarë. Ka pas që thuhen populli orën e ka pas impakti. Ju ka jep edhe siguri. Siguri, ka pas ndikimi tij në jashtëzakonshëm në moralin e ushtarëve të ushtrisë liemtare. E ki parasysh në atë front, Daut Haradinaj i vetëm u tërheq nga fronti. I fundit është tërheq nga pozicioni. Kjo tregon kush ka qenë komandanti i asaj njësie, komandanti i atyre djemve. Gjo që për mu është nder, është privilegj që kam pas komandant Daut Haradinaj.
është nder dhe privilegj që kam jetu në epokën e tina. Është nder dhe krenari që unë, krati, kam pas mundësi të luftoj dhe të jep kontributin tem si ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tjetër, respekt për gjithë familjen Haradinaj, dhe lavdi për trënat e familjes Haradinaj. Shaban, po du me kalutin një moment tjetër që besoj është po aq i prekshëm për ty. E thamë fillim që jene edhe invalid i luftës. A mund është pak me shkute ai momenti i plagosjes që u edhe? Qysh çka ka ndodhur? Po, me fol thash që në fillim me evoku dhe me mundu me përmbyll dhe me i rumbullaksu gjithat periudhë kohore të luftës për një minutazh kaq shkurtër. Është e vështirë, realisht. Është kogja e vështirë sepse unë e di që ndoshta po jo him hak edhe ushtarëve tjerë pa i përmend. Besoj që gjej mirë kuptim shkurtër. Gjej mirë kuptim po besoj, por që ndoshta edhe gjithë secili ushtar do ta ketë mundësinë që të evokojnë një ngjarje lufte të rrefej për ato momente dhe besoj që nëse unë e mund të hapur për mi marrë rrëfimet e gjithë atyre që kanë qenë pjesë. Kështu që ndoshta dikush prej ushtarëve do të më plotëson mua edhe në këtë pjesë dhe po tashmë ushtria shërbimtare pas këtij fronti të Ratishit tashmë veç e kishim fitu një lloj përvoje të jashtëzakonshme, kishim marrë zemër sepse pas këtij momenti forcat serbe ato fshatra për rreth përveç Ratishit tepër që ishte shliru edhe Dashinoci, ishte shliru edhe fshati Lumbardh, ishte shliru edhe fshati Pozhar, Kodrali Pozhar, Luka e poshtme, do me thonë një pjesë e fshatrave për rreth, veç forcat serbe ishin largu nga ato pozicionet për shkak të kongullësisë tonë, për shkak të luftës që e kishim zhvillu gjatë atyre ditëve. Dhe pas këtij fronti ushtria shërbimtare të Kosovës pa të udhët që të zhënohet dhe pas disa ditëve ne kishim hetu që prap ushtria jugoslave, ushtria dhe policia serbe dhe paramilitare prap do të mësojnë rreth ndrejtim pozicioneve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Tashmë komandanti i brigadës në krye me komandantin e batalionit Adem Haxhoxhi dhe Magjon Berisha si zavendës komandanti i batalionit, kishin marrë urdhën që të nxjim prita e forcave serbe të thuhet atje te Graxhavina, është një dy rrugësh që çon nga Lumbardhi dhe Dashinoci dhe një pjesë nga Ratishi, e përm aty është përballë është fshati Pozhar. Dhe në ato pjesë kishim arrit të ndërtojmë pozicionet tona në ato të krysh të rrugës, po edhe në fshatrave atje Luke poshtme edhe dy pozicionet të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe më në mbretësitë fshatit Pozhar ishin një grup tjetër ushtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Dhe duke u gjendë forcat serbe në befasi, dikun nëse nuk gaboj ka ora një mas mesit ditës, po flas gjithmonë po flas ditën, dhe forcat serbe pa ditë që na kemi avancu dhe jemi arë shumë nalt, sepse fshati Pozhar me njerë është pothuajse Luka e Epërme dhe Deçani. Dhe pothuajse ju ishim afru më afër Deçani kështu. Dhe posa e në afru të fshati Pozhar forcat serbe, atër kanë fillu të shtena tona në drejtim tyre dhe duke u gjenë befasi forcat serbe në goditjet e armëve ose të shtenet e armëve nga drejtimi i fshatrave atje Luke poshtme dhe në drejtimin ballor që kishim nga fshati i Lumbardhit dhe që ndan rrugën fshati Lumbardh dhe fshati Ratishi Epër, do të thonë Graxhavinë u e quajshim në atë kohë dhe më në brendësi të fshatit pjesa tjera ushtarëve që kanë filluar në gjitha drejtimet duke shtenë në drejtim të forcave serbe, pastaj janë detyruar forcat serbe që t'i lojnë të zbritin prej mjeteve të blinduara dhe gjën hapësina ose pozicionet e tyre për të strehu në një farë forme. Për me ik, ma shkurt shqip për me ik. Dhe po qashtu ka zhvilluar ajo betejë një 2-3 orë derisa
edhe ka nisë me ronata dhe na gradualisht ju kemi afru pozicioneve të serbe dhe kemi rrathu dhe ju kemi afru krejtafër. Kuptohet, forcat serbe kanë pësu jashtëzakonisht domen e njerëz, po edhe në makineri luftarake. Aty kemi shkatru tenka, autoblinda, pizgavera, kamion, bartës, çka do kuft, edhe si personal ushtarak dhe paramilitar, por pak ndoshta edhe ajo fitur, ajo fitura asaj beteje pak na jepi edhe ndikim të emocionit rom, ndikim të asaj se kemi fitu një betejë të jashtëzakonshme. Edhe keni gjetë pak qetësi, ashtu. Në qetësi e sipër e bojmë disa alshime që neve na kushtun. Këto kushtime na kushtun për arsye se edhe në atë front kemi humbë 2 djem, kuptohet 2 djem të jashtëzakonshëm e kemi humbë zëvendës komandantin e batalionit Maxhun Berisha dhe kemi humbë po ashtu një ushtarak me përvojë që ka qenë një njeri jashtëzakonshëm, Eles Geci i Llukës. Ndoshta ramja e Lezit thash edhe e Maxhunit ka qenë ndoshta sepse frontit nuk i dihet. Ti je në front, tash nuk mundesh me përjediku atë dal këtu së mrok plumi këtej, ajo front dhe nuk dihet ka të vjen, po sido që tjetë ka qenë moment i sikletshëm, moment i thyes për neve, sepse në momentet caktume mundëm ndoshta me evituat moment dhe atë situatë, po sido që tjetë këta djem edhe në atë front kemi pas shumë plagosur, fati keq që eron 2 herojnë, Eles Geci dhe Maxhun Berisha. Lavdi e përjetshme, sepse unë i kujtoj edhe sikur se i kujtojnë edhe të tjerët që ruajnë edhe evokime të jashtëzakonshme. Unë personalisht Maxhunin e kam pas edhe si zëvendës komandant, kam jetu një kohë të gatme në për vijat frontit, por që liria ne ka marrë djemt më të mirë, djemt që e kanë dëshmu veten në për vijat frontit dhe falë tyre siç edhe përsërita ne e gëzojmë sot lirinë dhe Kosova ditë për ditë ndërtuat në gjakun e derdhën për liri. Tjetër. Shaban, unë po e di që s'po ki shumë dëshirë me folë për vete, dhe po... Pas këtij momenti, ramis e Lezit dhe Maxhunit dhe plagosës e disa djemve në atë betejë, ishte domosdoshme që të bëhet edhe varrimi atyre djemve të pas rënë në arenë e luftimeve dhe morëm si angazhim disa prej djemve cilët e kishim shok ose bashkëluftëtar pjesa ati bataljoni të batalionit parë në kuadrat e brigadës 131 Jusuf Gërvalla dhe në krye me Adem Axhocën morëm rrugën dhe në ato kushte të jashtëzakonshme ashtu që mujtem me fund brenda makines me dërgu fillimisht të shtëpia sepse Maxhuni kishte po flas në atë kohë kanë qenë 2 djemë të Maxhunit që kanë qenë shumë të rinj në moshë, nëse nuk gaboj kanë qenë 7 vjetë edhe 5 vjetë, ose më të vagjel. Pastaj ne më kujtohet ajo ditë ajo natë ishte e zymt, edhe shto edhe mungesën e energjisë elektrike ishim në dritën e një qirit aty. Edhe morëm me shtri në dhomë, cilën e kishin në drejtun familjarë, se ku ta lem fillimisht, dhe gjithve në ka ploj heshta, se ishim dikon një 6 ushtarë, nëse nuk gaboj, dhe ofrotëm aty dhe pa bozona, në heshtje gjithë ishim në kishin kaplu edhe heshtja, sepse vetëm muaj në ndajke, ku ndishin edhe zonat e familjarëve duke vajtuar, nëse më i me thonë kështu, Maxhunin, të pakte në ndishin qarat e familjarëve, dhe gjithve neve në kish kaplu heshtja. Dhe po kretë kohën e lypshim poshtë plaki, se Maxhuni ka pas babën hala qallë.
Po, në thanë nuk vanohet, sepse o shku me evidentu se ku përdojmë fillimisht me varros, dikun në një ardë vetën atje, po nuk është vanu shumë, ka qelë derën baba i Maxhunit, dhe jemi ngriton kom, kemi përshëndet, beso, s'ka pos as mërzi, as dridhje zoni, as lot. Për kundrezi në kanë ngushtu neve, djemë, zoti u lasht nash, nuk kemi mujt as njoni për jështarëmi për balu lot. Në kanë ngushtu, po ma shumë, kur e evokoj edhe kur e tregoj këtë ngjarje, është gjithmonë mesin kujtes fjalë që baba i thot për djalin. Posa në ngushtloj gjithve dhe u përshëndet me neve, shkoj në drejtim të Maxhunit. Maxhuni i shtrim, kuptohet, atje në dhomë dhe po i drejtohet. Maxhun, çka kishe s'po flet. A je i dhnu me babën? Klesh. Ja hini në faqe. Ky moment të shënon një prej momenteve ma emocionuese gjatë asaj periudhe për cilën unë po flas dhe për cilën unë e kam përjetu. Po si do që tjetë, ka momente që djemë të ushtrisht lirimtar, po edhe si popull, kemi përjetu momente dhe me të jashtëzakonshme, dhe me emocionuese, po gjithsesi edhe momente krenarie dhe lavdije, sikurse kanë qenë frontet, cilat vërtet momente caktuar djemë të ushtrisht lirimtar të Kosovës na kanë bërë krenar dhe po besoj një populli tonë duhet më ndi krenar me luftën, me përkushtimin, me gjithat potencial të armatimit të mangët që e kemi pas, po e kemi pas me zemër, me guxim, me dashuri për vendin dhe atë dheun. Dhe për këto ky shënon një prej momenteve me të jashtëzakonshme dhe të veçanta në jetën teme, dhe ishte momenti që prap nuk kishim kohë me u mërzit, nuk kishim kohë me mendu se shka na ndodhi, po prap duhet merrshim energji të re, duhet frymëzoheshim, që prap nesër duhet t'i qasim edhe duhet ballafaqoheshim në vijën e frontit me forcat serbe. Dhe po edhe du me përmend edhe këtë fakt, posa u krye edhe ceremonia e varrimit ashtu që shmujtëm, dikush prej familjarëve, nëse nuk gaboj fshatit Dubovik, na ftoi me shku me hongër bukë një herë, nëse po shprejnë kështu popullor, që posa shkum aty dhe dikush e përmendi, tha është në Ajshe këtu, nona Jusuf Gërvallës. Edhe po nuk o vanu shumë, pakten unë vetëm përmes medjave kisha arrit ta njënën e Ajshe Avdin, edhe posa e poshtë për i me më doke një moment i jashtëzakonshëm, më doke një moment i veçantë. Edhe ullë afër nesh, edhe me njëherë nisin ato momente duke na dhonë kurajo, duke na thonë të fala mi bëni Ramushit, ju lumë pushka djem me fjallë çfarë dik ajo me i thonë shumë të jashtëzakonshme dhe shumë të veçanta për neve. Ky për mu është moment i jashtëzakonisht shumë të veçantë. Djem bëmi të fala Ramushit, tha e ju lumë pushka, dhe të dera na u drejtu me këto fjallë. Pastaj e nesërmja është, për mu personalisht është historinë vete, sepse forcat serbe e kishin pësu, u bon rreth, nëse nuk gaboj 2 ditë, kishin qëndru trupat e pajet në për fshat atje, mjetët tuptarake, kutadione, dhe tashmo komandanti zonës operative pa dhënë urdhën, edhe në bashkëpunim me komandantin e brigadës që le të bëhet tërheqja jonë. Le t'i marrin trupat forcat serbe dhe pas kësaj prap na duhet t'i vendosim pozicionet tona. Po forcat serbe nuk ishin të interesuar me marrë me luftu, ishin të interesuar me marrë ato mbetjet e tyre që ju kanë mbetë në vit frontit dhe pastaj pas kësaj, po në frikë sipër forcat serbe, ndoshta në siguritë tyne, që me mbolu me zjarë. Kretë kohën me granatime, qofë me artilleri, do me thonë me minahese, predha të ndryshme, qofë nga tankët e tjera, dhe
ne gjithmonë ishim vigjilent, që për çdo eventualitet ishim të përgatitur, nëse eventualisht i kalojnë ato pozicionet që ne i kishim llogarit, nëse eventualisht kalohet në çato vija, atëherë ne do të sulmonim prapë. Dhe kështu ka ndodhur, ata ishin të interesuar mi marr vetëm ato mbetjet e tyre dhe në gjujtje sipër, po në atë front kam qenë vëzhgim e sipër, kam qenë duke i vëzhgu forcat serbe se ka po marrin drejtim, dhe një predh nga tonku e godit atë pozicion, unë isha në atë pozicion edhe fatkeqësisht u plagos aron, ju më plagos. Në kom? Po, në kom i plagos, po edhe në trup, në pjesë të trupit, po nuk kanë qenë aq fatale në kuptimin e asaj, aq plagë të rënda sa në kom, dhe kuptohet mendimin e bashkëlotëtare që ishin aty me mu, ndihmën e parë më ka thonë heroi i Kosovës sot Enver Dobraj, që edhe ai është në vargun e gjatë e dëshmorëve të lirisë, kuptohet është për kujdes për mu, edhe më ka marrë, më ka strahu deri në atë spitalin ushtarak që ishte në fshatin Bardhaniq, dhe ka qëndru me mu deri në mbrëmje. Dhe me thonë deri në momentin ku e pap që tashmo unë e kam sigurinë e plot, jam dur të sigurta dhe ka kusht për kujdeset, pakten për mu dhe për shumë ushtarë tjerë të plagosën që ishin në atë spitalin ushtarak të improvizum. Në momentit e fundit, Enveri më lënë duart sigurta dhe më drejtohet me fjalët, thot, miru pafshim Shaban. Po me Enveri nuk pa më kur. Lavdi për Enver Dobrajn. Lavdi për Enverin edhe për shumë Envera tjera. Për gjithë ata që kanë dhënë jetën për liri. Unë po të shoh që edhe e emocionua dhe s'po duhet të ngarku më shumë. E di që ki shumë për me thonë, se është bo shumë, po po të falenderoj shumë që pranove sot me nda disa pjesë nga përjetimet tua gjatë luftës, edhe me të falenderu padyshim për krejt që ka keni bo për lirin që ne i gëzojmë sot. Ishte kënaqësi dhe ndër i veçantë. Faleminderit shumë edhe nga ona juaj, sa herë që ndoshta edhe emocionet po e bojnë vetën, ndoshta ka momente që edhe po na ligin neve si pjesëtar të ushtrisë Lehtë të Kosovës, po gjithsesi këto emocione më bojnë krenar, sa herë që i kujtoj me krenari, sepse jo çdo kuj dhe jo çdo herë tipet mundësia të bësh diçka për atë dheun, ta krysh shërbimin ndaj atë dheut, obligimin që për lirinë e vendit nuk ka, po mendoj sakrificë më të madhe nuk ka. Po shfrytëzoj rastin përballë kësaj situate, kam shumë çka me thonë, sepse prap ka pjesë tjera për të evoku, për të tregu para opinionit për lavdin, djemve të ushtrisë lehtimtare të Kosovës, për sakrificën e gjithë neve, po jo vetëm ushtrisë lehtimtare të Kosovës, gjithë qytetarëve të asaj kohe që kanë dhënë gjithçka nga veta, qoftë familjar, po qoftë djem e tjera, por prap se prap, unë personalisht jam shumë i nderuar, jam shumë i privilegjum që kam pas rastin të jam pjesë atyre djemve për që të jam pjesëtar i ushtrisë lehtimtare të Kosovës dhe të jam sadopak kam bëhet për vendin tem, që sot shteti jonë ndërtohet mbi gjakun e derdhën për lirin nga djemt tonë, themelet e këtij shteti e ndërtuar nga sakrifica e djemve të ushtrisë lehtimtare të Kosovës. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Ishte nder dhe kënaqësi edhe për mua gjithashtu. Miq të dashur, ne shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.